Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahu fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri në ditën e gjykimit. Jemi në vitin e ri, Hijri, I cili fillon me muajin Muharrem. Për ata datojmë 1447, që për fat të keq muslimanët historinë e tyre nuk e din, nuk kanë njohuri, shumë pak kanë njohuri, po ndoshta me hi edhe ma thellë pak, ndoshta edhe nuk duan të din për të. Kurse, kur është e fjala për gjërat tjera të cilat bile edhe nuk janë të rëndësishme, për të gjitha ato gjëra din. Për shembull, për futballerët, për artistët, për njerëzit ndoshta që janë edhe pa moral, për të gjitha ata din, ndërsa kur është e fjala për historinë islame, shumë pak din. Pra, mendoj se nuk flas për këto, do thënë për rrethin e ngushtë, flas dhe më thonë për ma gjërë. E kina parasysh se muslimanët në fillim datonin gjërat, I shënonin me ngjarjet e mëdhaja. Për shembull thonin një vit para elefantit, apo 2 vite pas elefantit, apo të ngjashme. Ndërsa në historinë islame kena pas një njeri që ka qenë vigjilent, larg pamës. Ai ka qenë Hazreti Omeri radiallahu anhu. Hazreti Omeri me të vërtet kontribut shumë të madh ka dhënë në rregullimin e shtetit islam. Kuptohet pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka qenë shumë syqel. Edhe mendon, thot, pse ne të numrojmë, të shënojmë datat tona me kalendarin e të huajve, të bëjmë një kalendar tonin. Edhe e mendon cilën datë, cilën ngjarje ta marrë si datë shënimi të kalendarit islam. Edhe më në fund vjen në përfundim se hijreti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja vlen që hijreti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë data e kalendarit islam. Pasi që hijreti me të vërtet nuk e ka vetëm atë kuptim që ne e dim, domethënë ka bërë shpërngulje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por hijreti është edhe hijra, do thote shpërngulje, largim. Hijreti e ka edhe një kuptim me të vërtet shumë të gjerë që do thote vazhdimisht njeriu është në hijret, në punë, në zhvillim, në përparim, në lëvizje, hijra do thote. Do më thonë, kur e përmendën muslimani hijret, do thote se vazhdimisht ai duhet të jese në evolim, në zhvillim duhet të jese. Edhe prandaj, Hazreti Omeri e ka marrë këtë ngjarje për të shënu datën kalendarin islam. Prandaj, kur thu hijra, do më thonë, vazhdimisht njeriu është I nevojshëm për hijret. Hijret e ka kuptime edhe largim nga gjunahet. Hijra. Bësh hijret për gjunaheve.
do të largohesh prej gjunaheve. Edhe prandaj është shumë domethënëse, edhe prandaj Hazreti Omeri e ka shënuar këtë. Me i pyet muslimanët, cili vit është tani, normal do të thonë se në përgjithësi ne këtu në vendin tonë nuk i dim, ama duhet ne të interesohena edhe të dim. Për spaku të dim kur fillon viti i ri i muslimanëve, jo për festim, ne nuk kena nevojë, ne vazhdimisht i festojmë, edhe në festimin e vazhdimisht, do më thonë, në veprim i në vazhdimisht ne, muslimani kështu duhet të ese, po është më rëndësi të dije, sepse ajo ka të bëjë me historinë e ti islame, e cila e bën njeriu të jetë i lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Hazreti Omeri, si thamë, ishte shumë larg pamës. Ai jo vetëm këtë që e shënoi, ai bëri edhe ushtrinë e rregullt. Ai edhe administratën e vendosi administratën në shtetin islam. Se nuk ka pas dhe atëherë as ushtri të rregullt, as administratë nuk ka pas. Edhe shumë gjëra do të thënë ka vendohu Hazreti Omeri. Pra, e mori këtë datë, nuk duhet të zgjas më shumë, sepse kjo datë, apo kjo ndodhi, është shumë domethënëse në islam. Në këtë datë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i vëllazëroi muslimanët. Para kësaj ndërtoi xhamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndërtoi xhamin e parë. Sepse xhamia është vendi ku më të vërtet në mënyrë, do thënë, shumë të shkëlqyeshme realizohet islami i vërtet në xhami. Ju e dini se në xhami bovaki kryetarit të shtetit, funksionarit më të lartë shtetëror, mund t'i vije radha t'i vendoj ballin e tij te këmbët e dikujt që është më i ulët për të gjithëve. Se ne i quajmë ata të cilët pastrojnë maturët, jo, ato janë më të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë vjen një punëtor të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe jep dorën Pejgamberit apo me droje. Mos ja ferroje, se normal të më thonë, punëtori e ka dorën e vrasht. E punon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e hetoi se ai, do të thonë, nguret, nuk don të më thonë, të lëndoj Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij, ja merr dorën dhe ja çon për pjet, edhe thotë, kjo është dora të cilën Allahu xhaleshanu e don. Këtë dorë Allahu xhaleshanu e don. Nuk i don ato durët e buta, po këtë dorë të vrasht, e cila prodhon, e cila, do të thonë, punon, jep produkt. Pra, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërtoi xhamin, po bile edhe mori pjesë edhe ai në ndërtim, të tjerët ndoshta nga një gur vendonin në barkin e tyre që sepse kanë qenë të uritur, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam di gurës i vendonte apo di ras, si ras, domethënë i vendonte këto që të mbajnë vetën pakës. Pastaj Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vëllazëroi muslimanët, edhe e bëri që çdo kush do thonë ta ndaj pasurinë me ata të cilët kanë bërë hijret, sepse ata nuk kanë pas as shtëpi, as familje, as gjë, as pasuri, as gjë. Shumica për tyre e kanë pranu, po ka pas edhe për atyre që nuk e kanë pranu, ka thonë, a bënd më tregoj shka o rruga e tregut, tregu ku është, pazari ku o fo. Allah i se vap, une nuk kam nevoj dhe më thonë për të ma japësh atë pasurin, trego ma vetëm pazari ku është, ka thonë njeri i aft, i aft edhe me njëherë, me shqit blerje, ka mërej do thënë dërit ajo që ta furnizoj vetën e vetë.
Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e vendoi kushtetutën islame. Kushtetutë e cila përfshin edhe gjërat të cilat edhe kushtetutat bashkohore nuk i kanë përfshin. A para sa vite, do të me 1000 vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendu. Pra, shkurtimisht, ne duhet punojmë për ato që t'i vetëdijsojmë fëmijët tanë dhe të va tregojmë historinë tonë islame, të njoftojmë me parimet islame, edhe ai të mburret me islamin, e jo të ndihet domethënë i përullur pse është musliman. Kjo ishte mesazhi sa i përket për sot. Ela in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz